Jemi kthyer në këtë pjesë pas publicitetit, do të flasim për Eurovisionin, pasi Izraeli ka konfirmuar pjesëmarrjen në Eurovision 2026, disa shtete kanë konfirmuar tashmë se nuk do të marrin pjesë pikërisht për shkak të Izraelit. Pas 65 vjetësh pjesëmarrje, Spanja zyrtarisht ka konfirmuar se nuk do të marrë pjesë, e po ashtu ka thënë se Eurovisioni madje as nuk do të transmetohet në Spanjë. Të njëjtën gjë ka bërë edhe Irlanda dhe Slovenia, e po ashtu edhe Portugalia. Finlanda në anën tjetër ka konfirmuar pjesëmarrjen, ndërsa Islanda ka njoftuar se do të dalë me vendim final me 10 dhjetor. Për të diskutuar mbi këtë realisht një ngjarje kulturore, por që është duke marrur konotacion politik, pikërisht për shkak të këtyre zhvillimeve të fundit, në studio kemi gazetarin e po ashtu edhe nga Eurovision Kosova, Albert Limani. Albert, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit shumë. Kemi diskutuar në të kaluarën për pjesëmarrjen e Shqipërisë në Eurovision, kemi komentuar shumë, mirë po tash duket se çështja ka kaluar në diçka tjetër. Eurovisioni është bërë, po them, ka marrë konotacion politik pikërisht për shkak të zhvillimeve të fundit, luftrave dhe të tjerave, pikërisht për shkak të Izraelit, ku tashmë një pjesë e konsiderueshme e shteteve kanë vendosur që ta bojkotojnë, nëse mund ta quaj ashtu, e nisur nga Franca apo jo, e cila Spanja në fakt, po, e cila pas 65 vjetësh pjesëmarrje, tani për herë të parë nuk po merr pjesë. Po, shumë interesant, në gjithë këto krizat globale duket se nuk kanë mjaftuar, ta shtuar edhe kjo e Eurovisionit. Pra, gjithçka Spanja është një prej shteteve, duhet ta cekim një prej shteteve cila kanë nisur Eurovisionin, është në mesin e atyre Big Five shteteve që investojnë miliona në Eurovision dhe kjo do të ketë edhe konotacion paka shumë ekonomik për Eurovisionin. Pra, është kriza më e madhe që Eurovisioni është duke e kaluar. Gjitha nisi, domethënë, para 2 vitesh. Unë kam pas rastin që në këto 2 vitet e fundit ta ndjek Eurovisionin nga afër dhe e kum pas shumë mirë se si njerëzit, jo vetëm televizionit, po edhe fansat e Eurovisionit në Malmö sa isha dhe tash që isha këtë vit në Basel, bënin thirrje për të larguar në fakt Izraelin nga Eurovisioni, e gjitha për shkak se OBU-ja, e cila është organizator e Eurovisionit, po përdor standarde të dyfishta. Ajo largoi Rusin nga Eurovisioni dhe Bielorusin sapo nisi lufta në Ukrainë, ndërsa po kërkojnë që këto standarde të përfshihen paka shumë ose të plotësohen edhe në rastin e Izraelit, pra të largohet Izraeli. Spanja dhe plot shtete tjera kanë paralajmëruar në 2 vitet e fundit se do të tërheqen nëse Izraeli lejohet të marrë pjesë, edhe ashtu bën. Pra, si që përmendet ti, është Spanja, është Holanda, Slovenia dhe Irlanda që deri tani e kanë konfirmuar tërheqjen dhe kjo është numri më i madh i shteteve të cilat janë tërhequr në Eurovision. Edhe pse EBU-ja po mundohet ta mos e përcaktoj ose mos e përfshi këtë si krizë, gjithsesi kjo është kriza më e madhe që po bëhet në prag të 70 vjetorit të Eurovisionit, i cili vitin e ardhshëm do ta... Desha ndalem, Albert, si do të ndikoj mungesa gjithë këtyre shteteve në kredibilitetin artistik, po them, të Eurovisionit? Sigurisht që ndikimi i parë do të jetë ekonomik, sepse e thash më herët që Spanja jep miliona euro për të organizuar Eurovisionin. Eurovisioni është një garë e cila është jashtëzakonisht e shtrejtë, shtetet e cilat marrin pjesë paguajnë një tarif kogja të lartë për të marrë pjesë. Kjo do të ndikoj fillimisht në aspektin ekonomik, por sigurisht do të ndikoj edhe në aspektin ta them famës së Eurovisionit, për shkak se miliona njerëz nuk do ta shohin më Eurovisionin, vetëm në Spanjë llogaritën që janë disa milion shikues që e përcjellin çdo vit, siç tha ti, Spanja tashmë ka vendosur që televizioni publik i Spanjës mos ta transmetojë Eurovisionin dhe kjo do të ndikoj shumë në shikueshmëri, por gjithsesi edhe konotacioni politik i cili po merr fatkeqësisht një garë e cila nuk do të duhej të ishte fare politike, por që tashmë është e pashmangshme që politika po ndërhyn në Eurovision, edhe pse disa rregulla të reja do të nisin të zbatohen që prej vitit të ardhshëm, gjithmonë duke tentuar që mos të tërhiqeshin këto shtete nga Eurovisioni, EBU-ja vendosi të bëjë disa rregulla, por ishin të pabindshme për Spanjën. Spanja kërkoi që me ngolm që Izraeli të mos merrte pjesë, ashtu siç nuk po merr pjesë edhe Rusia. Dhe apo gjasa që të merr një kthesë tjetër, pra që të kthehen të gjitha këto shtete dhe Izraeli të mos marr pjesë. Jo, tashmë sepse shtetet kanë deri edhe pak ditë kohë që ta konfirmojnë pjesëmarrjen ose mos pjesëmarrjen. Para Krishtlindjeve pritet të dalë edhe lista e shteteve
që do të marrin pjesë. Shtetet të cilat e konfirmojnë pjesëmarrjen nuk guxojnë të largohen pas konfirmimit, për shkak se është gjoba të cilën e BU pastaj ja jep aty shteteve, por Spanja është sigurisht shumë e bindur që dhe ishte, domethënë, para 2 viteve e kishte paralajmëruar që do të tërhiqej dhe atë e bëri. Tashmë është duke u zhvilluar Eurovisioni i fëmijëve, i cili do të mbahet në dhjetor. Spanja është duke marrë pjesë, po me sa pas në lajme më herët është duke menduar që të tërhiqet, pra në prag kur ajo vetëm sa pritet të fillojë. Pra Spanja është shumë e ngulm që të zbatojnë standardet të njëjta për secilin shtet. Dhe fatkeqësisht, domethënë, politika ka ndikuar që Izraeli të marrë pjesë edhe vitin e ardhshëm. Përkundër pra këtyre thirrjeve për bojkot, domethënë vitin e ardhshëm shënohet 70 vjetori i Eurovisionit dhe do të merr një numër më i vogël i shteteve ndonjëherë që ka marrë pjesë. Pra nuk do të jenë më shumë se do dalim pastaj aty, por para se dalim aty dua të komentoj edhe pjesën e Marokut, duke qenë se ka pasur disa mendime të kritikëve të cilët kanë thënë se Maroku duhet të kthehet në Eurovision pas disa viteve mos pjesëmarrje. Beson që ka gjasa? Në fakt dëgjojnë ndoshta këto mendime të kritikëve. Në fakt, Maroko, Egjipti, Jordani edhe Libani kanë të drejtë të marrin pjesë në Eurovision, po ato për shkak të pranimit të Izraelit ishin tërhequr nga gara, dhe kjo nuk ishte problem për EBU-n, pra kur pranoi Izraelin dhe këto shtete u tërhoqën, por nuk kanë interes. Maroko nuk ka interes që, sidomos në këtë situatë kur po kalojmë pra që Izraeli është i përfshirë në këtë gjithë vrubullën apo ta themi këtë situatën politike që po ndodh në Gaza. Dhe Maroko është një shtet, siç e dimë, me shumicë muslimane dhe sigurisht është kundër Izraelit që të marrë pjesë edhe ai dhe nuk pritet që të ketë shtete të reja. Pavarësisht se është flitë shumë këto ditë që Kanada mund të jetë në 70 vjetorin e Eurovisionit se e ftuar, apo edhe Kazakistani. Por ajo që po ndodh dhe shumë e çuditshme është që Kosovës nuk po jepet hapësirë fare, edhe pse ne kemi shprehur interesimin që disa vite, pra me vitet e tëra që të marrin pjesë, Kosova as nuk diskutohet në EBU e gjitha kjo. S'ka pasur ndonjë lëvizje pozitive në këtë drejtim? Jo, nuk ka pasur, përveç në vitin 2019 kur është votuar njëtë si që votua për Izraelin, u votua edhe për Kosovën, por shumica ishin kundër që Kosova të ishte në Eurovision. Kjo gjitha për shkak se nuk pati një lobim të duhur nga shteti ynë që në mënyrë të sigurante votat. E prej atë hershit nuk ka pas. Ka gjasa që të përmirësohet kjo pjesa e lobimit gjatë viteve të ardhshme? Për 2026 tashmë veç është e kryer, po flas ndoshta për vitet që vijnë. Sigurisht që ne presim shumë shpejt jemi në Eurovision. Kjo nuk ka absolut dyshim, por me sa e di është bërë editor Kosovës dhe Radio Televizionit Kosovës që pa u antarësu Kosova në Këshillin e Evropës nuk ka asnjë mundësi që të pranohet në Eurovision, për shkak se statusi e BU-s e kërkon një gjë të tillë. Pra ne po presim, ishim afër të hynim në Këshillin e Evropës, pra nuk hym, besoj shumë që vitin e ardhshëm të ketë lëvizje në këtë drejtim, dhe sapo të hym në Këshillin e Evropës, ne sigurisht që do të jemi në Eurovision. Ajo që më ka çuditur në gjithë këtë, ndoshta duhet ta cekim, që ka qenë heqja e Shqipërisë, për shembull në rastin e Izraelit, por edhe heqja e artistëve tanë shqiptar, të cilët, sepse unë kam parë me 10 këngëtarë shumë të njohur, të cilët nuk kanë qenë në Eurovision, por që kanë reaguar në lidhje me Izraelin dhe ju kanë bërë shtetit të tyre thirrje që të mos marrin pjesë. Një prej tyre është Bjork, e cila është një këngëtare shumë e famshme, i ka bërë thirrje Islandës që të tërhiqet në Eurovision, dhe siç e përmendë ti, Islanda pritet që ta marrë vendimin. Pritet ta marrë vendimin në këto ditët rreth Eurovisionit. Po këngëtarët tanë duket që kanë frikë nga opinioni publik dhe gjithmonë nuk përfshihen në disa çështje që do duhet të përfshiheni, sepse Eurovisioni tek e fundit është një garë e muzikës dhe do të ishte shumë normale që të shohim edhe këngëtarët tanë të cilët ndoshta do të përfshiheshin në këtë debatin rreth pjesëmarrjes së Izraelit ose jo. Po, dhe e përmendëm se me tërheqjen e gjitha këtyre shteteve sigurisht do të zvogëlohet numri i shteteve pjesëmarrëse dhe nëse jam gabim, lutem më përmirëso, duket se do të shkojnë në 30 ndoshta numri i shteteve pjesëmarrëse, që pastaj do të çojë që të mos ketë 2 net gjysmëfinale, por vetëm një. Jo,
është sigurisht që do të jetë numri më i vogël i shteteve ndonjëherë që ka në këto vitet e fundit që ka marrë pjesë në Eurovision, edhe pse është 70 vjetori që normalisht do duhet të ishte numri më i madh që do merrte pjesë, por për shkak të këtyre tërheqjeve edhe për shkak të disa shteteve që nuk janë rikthyer, do të jetë rreth 34 apo 35 shtete. Sigurisht që do të ketë gjysmëfinale, sepse rregullat e Eurovisionit janë të tilla dhe sado shtete që të marrin pjesë gjysmëfinale do të ketë, sepse ashtu është koncepti i Eurovisionit dhe sinqerisht do duhej që në këtë 7 vjetor të kishte edhe shtete të reja të cilat nuk kanë marrë pjesë në Eurovision, siç është Kosova ndoshta, por po shohim që për shkak të ndikimeve politike Eurovisioni është në krizën më të madhe të saj në këto 70 vjet. Dhe në këtë pikë pastaj ja vlen apo jo që të shtohet numri i vendeve të reja, sepse ndoshta edhe ato janë në pikpyetje nëse do duhet të marrin pjesë apo jo, pikërisht për shkak të tërheqjes së shteteve të tjera, pjesëmarrjes së Izraelit, ku sigurisht një pjesë e madhe e shteteve dhe janë kundër gjithasaj se çfarë po ndodh në botë. Po pra unë thash që atmosfera ishte unë isha në sallë aty kur unë nuk e di pse Izraeli merr pjesë në këtë ngjarje, kur gjithë publiku brohëriste dhe nuk donin ta dëgjonin këngën e tyre në skenë. Pra ne ishim në sallë në Malmo kur thuajse fare nuk e dëgjuam këngëtaren e Izraelit nga brohërimat dhe nga thirrjet për paqen në Gaza. Pra nuk e di se cili është interesi i Izraelit që kaq me ngulm kërkon që të marrë pjesë, sepse nuk do të ishte fundi i botës nëse do të tërhiqej për 1 apo 2 vjet derisa të arrihej paqja ose të kishte një marrëveshje politike në Gaza. Pra nuk e kuptoj këtë ngulm, për shkak se edhe presidenti i Izraelit ka qenë i përfshirë në këto ditët e fundit sa i përket asamblesë BUS dhe ka lobuar tek shtetet që të votojnë pro-Izraelit, pra edhe Shqipëria, nëse e keni parë, ka votuar pro-Izraelit dhe besoj që kjo përfshirja e politikës është gjithmonë e gabuar në një kontest apo në një garë muzikore. Sigurisht po, sepse po shihet tashmë se sa shumë edhe dëmton kur përzihen të dyja Po, dashur. edhe pse Eurovisioni gjithmonë është kritikuar në këtë aspektin Sidomos tek që ka votimi, po, politik. sigurisht. Por gjithmonë votimi është besoj që i drejtë. Gjithsesi, edhe pse ka ndikime politike të disa shtete, votimi dhe fituesi gjithmonë zgjedhet meritor. Po. Albert, faleminderit shumë që ishe në studio. Faleminderit shumë edhe për juve, ishte kënaqësi. Me këto informacione për Eurovisionin, ne do ta mbyllim mesditën për ditën e sotme, po sigurisht ju presim nesër sërish në të njëjtën kohë. Deri atëherë mirëmbëjtje.